thonë lekët e pisa, parat e pisa, unë nuk mendoj, sa të tjerë thonë është edhe turizmi, rritja e turizmit, futja e paras. Edhe kjo nuk më duket e mjaftueshëm se ne një pjesë madhe të produkteve që ushqejnë këta turista këtu importojnë. Mendoj që është fenomen strukturor, sepse po ta shikosh me logjik të thjeshtë dhe të pastër, duhet ishte ndikim që vinte nga sjellja e euros si pasojë e vendimeve të politikës monetare të Bankës Qendrore Europiane dhe forcia ose dobësia e euros me monedat e tjera, për pasojë duhet ishte reflektuar dhe te leku. Gjë që nuk ka ndodhur dhe në 99% ky është fenomen monetar brenda territorit shqiptar ose brenda Shqipërisë. Dhe duke qenë brenda Shqipërisë, shkaku kryesor është prishja e raportit midis lekut dhe euros. Pra, sasia e euros dhe disponibiliteti i euros në tregun monetar shqiptar është rritur shumë shpejt dhe në masë të madhe për shumë faktor, jo vetëm turizmi, edhe paraja informale ka ndikim shumë të madh, edhe burime të tjera, ndërkohë që masa monetare në lek nuk i përgjigjet dot. Shkaku tjetër është që ne praktikisht jemi vend me dy monedha. Sado që të themi që euro është monedha e eurozonës, praktikisht Shqipëri niveli i eurizimit është mbi 40%, niveli shumë i lartë i depozitave në euro, shumë transaksione bëhen direkt në euro, shumë çmime janë direkt në euro, pra praktikisht ne jemi si thosh të ekspozuar maksimalisht ndaj prezencës e euros në tregun shqiptar. Dhe përpasoj këto fenomene strukturore quan në këtë situatë ku jemi sot. Unë mendoj që kjo është situatë strukturore, nuk presim pos ndodhi në një diçka me përmasa madhore që kjo situatë të ndryshojë dhe leku të rikthehet prapë në 1 euro 120 apo 125 lek, sepse faktorët që shkaktuan të ekuilibër të ri po e quaj, janë faktorë që për momentin asnjëri nuk jep shenja që do ndryshojë. As paraja informale që hyn në Shqipëri nuk duket që të ketë ndonjë ngadalësim. Ndërkohë, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga turizmi, apo elemente të tjera vazhdojnë të jenë në përmasa maksimale. Kështu që duhet gjykuar si një ekuilibër që do vazhdoj më e pakta 1, 2 ose 3 vite, nëse nuk do ndodhi në ndryshim tjetër, sepse sado masa që ne të marrim, bile ne që në vitin 1992 kemi bërë një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që kursi i këmbimit është i lirë. Pra, as qeveria dhe aq më pak Banka Qendrore nuk kanë as mandat dhe as instrumenta që të ndërhyjnë për ta ekuilibruar kursin e këmbimit dhe për shtim të rasteve kur ai bëhet problematik në ekstrem dhe mund të cënojë ekuilibrin financiar të vendit, gjë që nuk është momenti. Kështu që vendet tjera që janë gjendur në këtë situatë, si Shqipëria, e kanë zgjidhur me politika paralele shtetërore të qeverisë që sektorët që preken më shumë nga ky ndryshim i kursit kanë mbështetje dhe lehtësirat një natyre tjetër për t'i kompensuar këtë efekt negativ të kursit të këmbimit. Po, ndërhyrje direkte është shumë e kushtueshme, është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur kaq të ekspozuar sa që jemi ne nga prezenca dhe përdorimi i euros në Shqipëri. Profesor, po duket sikur ajo teoria që zhvlerësimi i një monedhe rrit në një farë mënyre eksportin ose importin e saj, sikur është shtrëmbuar në Shqipëri. Edhe ky ekuilibër i ri nuk është 100% negativ, ashtu siç nuk është 100% pozitiv. Kur është leku i fortë dhe euro i dobët, favorizohen importuesit dhe defavorizohen eksportuesit, siç është rasti dhe i industrisë me fason. Kur është e kundërta, favorizohen eksportuesit dhe penalizohen importuesit. Pra, ose favorizohen ata që kanë kredi në euro po të ardhurat në lek, favorizohen dhe disa statistika të shtetit. Neve jemi në një pozitë që penalizojmë eksportuesit tanë, apo jo? Për momentin eksportuesit, po jo vetëm eksportuesit, penalizohen ata që kanë depozita bankare në euro, penalizohen sidomos një pjesë e madhe e familjeve që elementet kryesorë të konsumit i kanë në euro nga remitancat që vinë nga jashtë, sepse një euro është më e dobët dhe çmimet janë më të larta,
po njëkohësisht shtohet edhe vështirësia për sa i përket turizmit, sepse një pjesë e turistëve vinë nga zona euro me euro dhe i gjenë çmimet më të larta në Shqipëri, meqense euro është pak më e dobët. Pra, në të dy rastet ka edhe faktorë që ndikojnë negativisht, edhe faktorë që ndikojnë pozitivisht. Prandaj kërkohet edhe një politikë më aktive qeveritare në mënyrë që të kompensojë ata që humbin dhe të mbështesin akoma dhe më shumë ata që fitojnë. Ferjan, jo e gjetët se ky fenomen e kaloi vitin. A keni gjetë në një lloj ekuilibri? Jo, është pa mundur të gjesh ekuilibër, sepse është një situatë që nuk ta thot asnjëri, me fjalë asnjë nga institucionet, si Banka e Shqipërisë, po ashtu edhe Ministria e Financave, nuk ta thot se kush do jetë trendi. Dihet që do jetë një trend rënës, por me sa nuk arrin në paktën na përgatisin. Po me ata kontraktorët tuaj krijuan një lloj stabiliteti. Ta tha dhe profesori, ky është një fenomen veç shqiptar. Tash shkoj të them unë klientit Gjerman apo italian, duhet të marrësi çmimin me 20%, 25%, sepse më kanë rënë euro, thot, është një çmenduri, thot. Unë për 5% postoj në Maqedoni, shkoj në Serbi, shkoj në Bosnjë. Pse duhet për një fenomen që unë s'kam fare lidhje me këtë, me fjalë, nuk është diçka europiane apo rajonale që të merret parasysh. Kjo është thjesht një fenomen shqiptar, i cili ka shumë vite që po ndodh, por vitet e fundit, 2 vjet e fundit është më i theksuar. Por asaj që tha profesori, që këto mekanizma dhe këto ekuilibra janë prishur, ta jep edhe fakti që guvernatori i bankës thotë që jashtë kontrollit bankar janë mbi 5 miliardë euro. Jo të pista, me fjalë mund të ketë pista, por gjithsesi janë jashtë kontrollit euro. Tash 5 miliardë euro janë në gjendje të prishin këto ekuilibra, sepse ne flasim për këto që arrin të kontrollohen. Po ato që s'kontrollohen, po ato që lvizin me valigje, po ato që lvizin me monedat Bitcoin. Me Bitcoin. Kriptomoneda. Me kriptomoneda. Kështu që është një treg komplet i çrregut dhe parashikimin kam përshtypjen që s'ka mundësi të ma japin as profesori, as guvernatori, as Ministria e Financave. Nëse në këto faktorë që njihen, siç janë remitancat, që janë investimet e huaja, siç janë faktorë të tjerë që njihen, por janë faktorë të tjerë që nuk njihen, që i thash janë paratë e huaja, janë paratë themi e zeza, janë hyrjet e daljet pa kontroll, informal, kështu që duhet të kemi njohjen e faktorëve për të përllogaritur se si mund të shkojnë po ashtu asaj duhet të përllogaritet edhe rritja ekonomike, sepse këto janë disa faktorë të cilët kanë ndikim te ekonomia, por të kur shef që një ekonomi nuk rritet më aq shumë, themi 7-8%, sa të ketë ndikim edhe tek këto faktorë, atëherë mund të themi që faktorët e panjohur janë më të ndikues se sa faktorët e njohur. Profesor, pensioni 200 euro, paga mesatare 1000 euro, të realizueshme, euforike? Tani, të domosdoshme dhe të nevojshme, po, sepse niveli dhe i pagës mesatare dhe i pensioneve në Shqipëri është i ulët. Dhe natyrisht që duhet bërë gjithçka që edhe pensionet rriten, edhe paga mesatare të rritet, pse jo dhe pagat e larta, meqense edhe paga minimale, gjithashtu dhe minimumi etik është treguesi domosdoshëm që duhet zbatohet. Problemi është që neve na është krijuar një deformim shumë i madh i mënyrës se si funksionon skema e pensioneve si pasojë e ndryshimeve demografike që kanë ndodhur edhe e informalitetit për sa i përket deklarimit pagave dhe pagesave. Kështu që nëse mendon që do të arrisësh pensionin minimal në 200 euro, edhe ne tani po flasim me euro, në vend të flasim me lekë dhe kjo ndikon edhe më shumë. Të futemi në euro paktën në mënyrë jo formale. Fenomen që tham. Duhet që kjo mas të jetë bindësa se do realizohet, duhet shoqëruar me gjithë argumentat e ndryshimit sistemit. Çfarë do ndrojmë në mënyrën si funksionon skema e pensioneve, çfarë do bëhet me ato që quhet kolona e 2 dhe kolona e 3 për sa i përket pensioneve suplementare, vullnetare dhe pensioneve private, si do bëhet, njëkohësisht si do veprohet me
përqindjen e kontributit që paguajnë gjithë secili për sigurimet shoqërore që shkojnë te fondi pensioneve, dhe ajo që është më e rëndësishme, nëse do gjenden të ardhurat të tjera që do shkojnë në favor të skemës pensioneve. Për shembull, kur ne diskutonim para disa muajve për naftën në Shpirag, që u mendua që do kishte naftë, u fol për krijimin e një fondi sovran si shembulli i Norvegjisë, të ardhurat i cili do shkonin kryesisht për të mbështetur skemën e pensioneve. Fatkeqësisht nuk u gjet ajo naftë dhe kjo skem nuk funksionon më, por logjika është e tillë që vendet të ndryshme kanë gjetur disa mekanizma që e furnizojnë dhe e plotësojnë apo e shëndoshin, si thuaç, funksionimin e skemës pensioneve. Nga ato, po themi që janë të majta si koncept që mbështeten nga buxheti apo nga fondet tjera, deri ato më të djatha që shkojnë drejt thellimit të pensioneve private ose kapitalizimit pensioneve, që ti paguan dhe pastaj paguash kur jem pension me çka ke kontribuar vet për skemën e pensioneve, jo si tani që është një thes i madh, janë kontribuesit që kontribuojnë në këtë thes dhe pastaj po nga ky marrin ata që duhet marrin dhe gjithë diferenca kompensohet nga buxheti i shtetit. Mos harrojmë që sot e kemi rreth gati 450 milionë euro gropën midis kontribuesve dhe përfituesve të pensioneve. Nëse do ta çojmë 200 euro dhe natyrisht absolutisht duhet çuar, çfarë do lloj sakrifice që të kërkoj, po të paktën duhet argumentuar se ku dhe si. Deri tani është gjetur një formë që rritja e pensioneve ose mbështetja e pensioneve ka ardhur me disa bonuse. Edhe Banka Botërore në sugjerimet e saj jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë vendet që janë në situatën ku jemi neve, sugjeron që është vështirë të prekësh skemën, por të gjitha llojet e pagesave plus favoreve dhe gjërave tjera i arrisin fuqinë vlerëse dhe mundësinë e konsumit edhe kësaj shtrese. Kështu që kur ti bën një premtim ose ke një objektiv, se më pëlqen ta quaj objektiv, jo vetëm premtim, që do jetë një pagë, një pension minimal 200, pastaj tjerët do shkojnë shkallë në rritje, të vijmë mbrapa me një faturë. Shiko, për këtë me kushtet e sotme duhet edhe 1 miliard euro tjera që të realizohet. Dhe ky 1 miliard euro do vi kaq nga përmirësimet e kontributeve të skemës, kaq nga burimet tjera, kaq nga buxheti, që të kuptohet që problemi është studiuar, është analizuar, janë instrumentat dhe politikat përkatëse dhe tani hajde ta zbatojmë. E thon thjesht dhe vetëm që unë do ta arris këtë, shumë mirë, sepse duhet bërë për tjetër, po pastaj fillojnë gjithë vështirësitë dhe pikpyetjet nga mbrapa si. Juve ju prek kjo histori? Pensionet jo, po paga mesatare kam idenë që ju prek, sepse në qoftë se rriten në shtet do fillojnë të kërkojë edhe ai punëtori joti specializuar që kose edhe unë duhen. Ajo është njëra anë, por është ajo çfarë tha profesori, që shteti jonë nuk është se ka puse nafte që ta kompensojë. Ato pensionet mund të rriten veç duke vjel më shumë taksa. Me fjalë, o të bëhet një mbledhje më e mirë dhe ai informalitet të kontribuojë edhe ato që janë informal të kontribuojnë për pensionet, ose rritje taksash. Unë them drejtën, unë nuk kam me si e parë se kam 2 prindë në shtëpi, jam më mirë, jam pensionist, jam më i predispozuar që t'ia çoj një pagë aty se sa të rriten pagat për më rritë gjithë pensionet.